më parë të mësojmë çik më shumë rreth mirëmëngjesi, rreth recetave të ditës së sotme. Çfarë do ham, çfarë do gatuem, çfarë do shesim, si receta për anvisat. Ne shesim idenë dhe ekzekutimin. Pastiçe me djathë. Shkurt, jara shkurt fare, pastiçe me djathë. Pastiçe kam bërë. Për sot. Po kam bërë me ato linguinet e gjata të Olës. Kurse unë kam bërja. Pastiçen, ti ke marrë tubat. Për mua nuk ka rëndësi fare se çfarë lloji makaronash përdor. Po ditë ta gatuash, futësh to elementet e tjerë. Po qoftë flutur, po qoftë guack. Jam një sekond dale prit këtë. Nëse të nuk shoh edhe nga syt, jo për ndonjë gjë. Po ja, që të gjitha, guacka, kjo këtu, vit, flutura, po tjetër, të gjitha, i pash, i linguinit, po, të gjitha. Të gjitha të një shikoj një sekund, edhe kjo makarona që është holl fare, mos pretendoni të keni që tjetë një makarona trash, që tjetë ajo me vrim në mes, absolutisht fare. Është brumi i kësaj makarona, ose i kësaj pase, si kur është akoma dhe me këndshme shkon, është super. Leti lë fjallët unë edhe leti vi këtu opë, këtë ryeza ime këtu. Makaronat i kam parazjerë, në uj me krip, nuk kam shuar vaj, s'kam nevoj për vaj, sepse nuk ngjisin makaronat. Atëherë, këtu kam... Kam të ngjyrën e hapur, po prit të themi dy gjëra, se kemi makaron të re në treg, se pastiçen e bëjmë në shpejt. Di unë që i ke zgjedhur kështu të thjeshta fare, po shife ngjyrën, shife teksturën. Pra, nëse ju doni të shihni dhe të zgjidhni në treg një pastë premium, ja ku e keni. Ola ju vjen sepse duke patur parasysh mënyrën se si përgatitet kjo pastë, Albana vuri dhe syzet që ta dalloj më mirë. Ja. Edhe teksturën e ashpër. Shiko si është tekstura. Për vetë faktin se tharja e këtyre makaronave, pra brumit pasi ai përgatitet, bëhet në pllaka të bronzta. Pra kjo ndodh vetëm për pastat premium. Dhe një prej tyre është pikërisht pasta Ola, duke patur parasysh që gjithë prodhimi, gjithë mënyrën ja ka lënë në dorë mjeshtrave të teknologjisë italiane, të cilët dihet që janë të parët për prodhimin e pastave, ndaj gjithë kjo eksperiencë është sintetizuar pikërisht tek prodhimi i këtyre makaronave për të na sjellë edhe ne në Shqipëri një pastë të mirë si që kanë italianët pastat e tyre. Ne kemi Olën, duke u ekspozuar ndaj këtyre teknologjive apo eksperiencave për zgjedhja e grurit që është shumë i domosdoshëm. Po gjithashtu edhe mënyra tradicionale e përgatitjes, tharja gjithashtu, i vetme pas që është e certifikimit halal, e shumë elemente, pika të tjera kyçe, e bëjnë të pastë të themi ne që është pasta premium, që kjo tekstura ashpër na bën që salca, e kuqe apo e bardhë, çfarë lloj salce e përgatisim ne, të jetë ngjitur mirë tek makarona, duke patur parasysh strukturën që ajo ka, strukturën e ashpër. Mirë, sot do ta bëjmë pastiçe. Kemi zgjedhur këtë tubin e vogël. Dhe do ta shijojmë. Pra, sipas dëshirës tuaj, unë them, prandaj nuk përcaktoj vallojnë e makaronave, çfarë të dëshironi ju? Por Ola i thotë të gjitha dhe nuk ka nevojë as për komentin tim fare, por për komentin tim është vetëm unë do them ekzekutimin. Pastaj ju e dini vetë. Ola është në të gjitha sirtaret e marketeve, të shtëpiave kudo. Kam vendosur gjalpin këtu po, gjalp me pak vaj. Jep atë shijen e duhur. Unë them është ajo bashkëtesa e duhur. Kam masën të miellit. Unë të them të drejtën, shova më tepër. Ju keni masat e duhura. Dhe më duhet aq vaj sa kam edhe miell. Derisa aroma të shpërthej, të jetë në këtë trajtën e salcës e lë derisa të filloj kjo që si zjerje. Këtu kam edhe lëngun e makaronave. Ullë nxehtësin, nivelin e nxehtësisë. Është lidhja organike e duhur me lëngun e makaronave. Ka krip vetë, gjë që unë nuk do të përdor krip, shumë pak. Do të shtoj edhe këtë masën këtu. Pak të lutem çumë shimi ki?
filloj dhe normalisht, kur është nga ambienti, ndërprihet edhe procesi zjerjes. Po, ja e merë direkt vetën nga temperatura, se dhe temperatura e qumshit ishte në Kam ambient. kujdes ansoret, sepse ka qef që mielli të qëndroj në ansoret e tenxeres, e kundur tani se shtes që cimentoset, dhe E të razojmë sa të filloj të rëndohet pak dhe do të bashkojmë. E largoj. Makarona. Sa minuta i lam të zjenë? Besoj të minimali atyre. Makarona qëndrojnë 2 minuta, më pak se që tregon etiketa. Ambalazhimi. Dhe ju e dini shumë mirë. Ambalazhimi ka dhe minutën e zjeres, ka dhe recetat. Po. Shtoj dhe një vezë tjetër. Përse e hoqa, normalisht, nëse ne vendosim vetëm të verdhën, nuk ka shanse që të prihet veza. Kur kemi të bardhën, dhe nëse është nxehtësi e madhe, prandaj do unë shtova qumshtin, prihet e bardha. E lë dhe paksa, e shikoni që nuk shtova arë moskat. Normalisht, do më duhet për sasin e kripës, për të shtoj dhe pak sfare kripë. Kështu që llogarisim në atë nivel, ja kështu. Do më duhet patjetër që të shtoj edhe pak nga lëngu i pastave. Pra nuk në duhet një masë e trash. Këtu kam ajo do të trashet edhe nga makaronat. Normalisht kam edhe gjizja të marrë dhe unë një tas. Edhe pak vajin që të lyejmë tepsin për ta vendosur tani të gjithë masën. E largoj. Djathi i bardh i shkon shumë kësaj recete, se e përzijemi brenda dhe ato makaronat tupa që ti ke zgjedhur do të mbushen me atë salcën që po gatuhet dhe do të na sjelli një shije shumë të mirë për nostalgjikët dhe për ata që e duan dhe e konsumojnë pastiqen. Dhe përse mos ta konsumoj. Ja. Po. Janë 2 masa. Dhe lloje djathrash që na kanë mbetur që kemi në frigorifer. I shfrytëzojmë për përgatitjen e një pastiqeje. Atëherë, zgjodhëm një pas në formë tubi, kemi zgjedhur vezë, pak miell, gjalp, vaj ulliri, djath, gjiz, krip, për t'i dhënë dhe për t'rregulluar shijen. Këto janë përbërësit, ju e ndoqët hap pas hapi, tani është ta finalizojmë koha. Atëherë, pak më njanë. Shiko? Pra, unë thënë, kam një shprehje, beso dhe kontrolo. Nuk është shprehja ime, e kam dëgjuar. Beso dhe kontrolo është gjëja më e mirë. Ja, pastat, shiko. Edhe këtu. Po. Zjerja është e duhur, 2 minuta më pak. Sepse dhe pjesa tjetër vazhdon sa të mpikset, çdo gjë është e para gatuar dhe në furrë do të qëndroj aq kohë sa të mpikset e gjithë masa. Ja. E kremit dhe e përbërësve të tjerë që ne shtuam. Op, pak sa këtu. Edhe pak ujë, se gjithmonë bëjmë atë lidhjen organike. Gjithë atë sekretin e ka tek të gjithë masën, shpërndarja e një trajtshme.
Dhe më radha tani për të shtuar kremin bechamel. Që këtë herë u bë më e thjesht, kemi shtuar dhe 2 vezë të plota, duke rregulluar trashësinë me lëngun ujin e makaronave. Sepse nuk po duhet dha që trash, dua që të depërtoj tek makaronat. Në krahun e djathtë, dhe ja. Pra shife, qëndron si mas, a kjo është trashësia e dur, që qëndron dhe depërton, po. E marrë me radhë, që të mbuloj si përfaqen, dhe më pas, fillon ngopja me krem. Normalisht, është ajo recet që ne duam, që kur e fusim në furrë, që ndrojnë këto majat e kur spageti. Kurse kjo do të marri një si përfaqe të lehtë, mjafton që ne duhet ta vendosim në pjesën e mesit. Po. Që të mos rrezikojmë me ngjyrën, se të gjithë e dim pastaj kur e pjekim më shumë se që duhet pastiqe, ndalin të mos të pastiqe kur të dori makaronën e gjatë. Pra në çfarë lloj forme gatimi që mund ta bëni pastën Ola, tretja do të bëhet më e lehtë, nëse ju do të respektoni edhe minutazhin. Kripja. Por bëhet më e lehtë për shkak të cilësisë dhe përzgjedhjes së grurit, miellit që përdoret për përgatitjen e pastave, teknologjisë që zgjidhet dhe shumë elementeve të tjerë që e bëjnë këtë pastë premium. Pasta premium Ola vendoset në furrë. Ja edhe pastiçoja me makaronat Ola.